Kjo është maska që largon përgjithmonë aknet dhe shenjat nga fytyra. Shumë njerëz kanë probleme me trajtimin e fytyrës pasi shpesh produktet e shtrenjta që përdorin për ta mirëmbajtur atë përmbajnë shumë kimikate të dëmshme që dëmtojnë shëndetin e njeriut. Për fat të mirë ekziston një zgjedhje për këtë problem. Një kombinim i aloe verës me vajin e kokosit mund të jetë një trajtim i shumëpritur. Ky është një kombinim i bërë nga përbërësit të cilët janë provuar për të mos patur efekte anësore kur është fjala për trajtimin e akneve. Aloe vera është e përdorur gjithësisht për aftësinë e saj për të zbutur, lehtësuar dhe rinovuar lëkurën, veçanërisht për puçrat e fytyrës, ndërsa vaji i kokosit është shumë efikas në trajtimin e çrregullimeve të lëkurës si aknet, shenjat, skuqjet dhe inflamacionet. Përzjeni një lugë gjethe vaj nga një lugë gjethe aloe vera dhe vaj kokosi. Aplikoni përzierjen në mënyrë të barabartë në fytyrë përpara se të shkoni për të fjetur. E lini për 10 minuta, masazhojeni fytyrën me mollëza të gishtave dhe më pas e lani me ujë të pastër.